Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Djali i shpat kasapit në gjendje të rënduar pas vdekjes së tij. Një lajm tronditës ka mbërritur së fundmi duke lënë pas një atmosferë trishtimi dhe dhimbje në familjen e njohur të shpat kasapit. Djali i shpatit tashmë ndodhet në gjendje të rënduar pas humbjes së prindit, një ngjarje që ka prekur thellë jo vetëm ata që e njihnin, por edhe të gjithë ata që ndihen të lidhur emocionalisht me jetën e artistit. Vdekja e shpat kasapit erdhi si një goditje e papritur për të gjithë. Ai ishte një figurë e njohur dhe e dashur në industrinë e muzikës shqiptare, duke sjellë për fansat e tij shumë momente të bukura dhe emocione. Gjatë kohës që ai jetoi, shërbeu si frymëzim për shumë të rinj dhe artistë, por tani, siç raportohet, djali i tij i vogël po përballet me sëmundjen të cilën ai e kishte edhe para se të vdiste shpati. Në Itali ai shkon shpesh me maman Selvien për t'u kuruar dhe gjendja e tij me sa duket është problematike.